Fakulteti i Ekonomisë ka fituar kampionatin e futbollit organizuar nga Universiteti Vlorës Ismail Qemali për 2 ditë me radhë. Studentët e ekonomisë mposhtën me rezultatin 2-0 ata të shkencave humane, ndërsa në vendin e tretë u renditën shkencat natyrore që fituan me rezultatin 5-1 me Fakultetin e Shëndetit. Kjo e premte shënoi edhe përfundimin e këtij kampionati, i cili ka si synim të kthehet në traditë dhe që u zhvillua me mbështetjen e veçantë të rektores Aurela Saliaj. Edhe atmosfera në këtë ditë të fundit ishte entuziaste, ndërsa tifozët student mbështetën skuadrat përkatëse. Përgjegjësi i aktiviteteve sportive kulturore në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Eqere Memushi, theksoi se kjo iniciativë është shumë e rëndësishme dhe se në përfundim i arriti qëllimit. Pa diskutim, sot është dita e dytë e turneut. Ky është një turne që ne e organizojmë çdo vit. Mendoj që pjesëmarrja është, dhe duhet i falenderojmë të gjithë që nga rektorja jonë, po dhe pjesëtarët, të gjithë studentët që janë me një dëshirë dhe një entuziazëm duke i parë mënyrën se si e ekzekutojnë këtë turne. Ju falenderojmë dhe juve si televizion, falenderojmë edhe për presidentin Sinani, që gjithmonë ka qenë në dispozicion, sidomos kur janë aktivitete edhe kulturore e sportive, ai është një nga qytetarët e Vlorës që është gjithmonë i gatshëm për çdo lloj aktiviteti që mund t'i afrohet. Ju bëjmë dhe thirrje dhe studentëve që të jenë dhe më kërkues ata ndaj neve, pra që ne, sepse qyteti i Vlorës mbulon shumë gjëra, kemi shumë disiplina si basketbolli, voleybolli, po qoftë edhe notin mund ta bëjmë, po qoftë beach volley në det që na jep një mundësi të mirë edhe vetë klima këtu apo kushtet që ka qyteti jon. Edhe për koordinatorin e aktiviteteve Gjergj Iliadhi, organizimi i këtyre aktiviteteve ka qëllim të bëjë më të shëndetshme jetën sociale, por edhe shëndetësore të vetë studentëve. Drejtmbyllje, siç e thatë edhe pak më përpara, ishte një kampionat i këndshëm, i larmishëm, me argëtim, me sport, me çdo gjë për studentët tanë të Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Siç e tha edhe profesor Qeremi, është një mbështetje nga të gjithë faktorët, që nga klubi i sportit flamurtari, që nga rektorati, që nga gjithë sportdashtit, vlonjat dhe bizneset dhe shumëta që na mbështesin në këto aktivitete kaq të bukura. Është një ditë e këndshme dhe një çelje e një sezoni pranveror, po themi, në Vlorë, me një aktivitet të tillë dhe do të vazhdoj me aktivitete shumë të larmishme në vazhdimsi për qytetin dhe për Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, si beach volley, si maraton, kemi një kampionat evropian, siç e thash edhe dje në një intervistë, studentët i çojmë në kampionatin evropian Belgjik në Antwerp, së bashku me profesor Qeremin, dhe besoj se do jenë aktivitete të këndshme dhe në vazhdimsi presim edhe fitoren e 2 ekipeve finaliste që do dalin nga 4 fakultetet e Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Studentët të cilët morën pjesë në këtë kampionat, por edhe ata që ishin spektatorë, u shprehën mjaft të kënaqur në lidhje me këto aktivitete, ku Universiteti i Vlorës ofron tashmë jo vetëm jetë akademike, por edhe sportive. Deri tani është shumë bukur. Është, na mban gjallë të rinjve, janë aktivitete që duhet bërë pothuaj vit për vit. E falenderoj Universitetin që na hap këto mundësi. Qyteti i Vlorës neve nuk na ofron vetëm për studimet, por gjithashtu edhe për gjallërimin e qytetit edhe aktivitetet sportive. Pra janë të bukura, të këndshme. Ato janë shumë të këndshme dhe gjithashtu japin një rini shumë të madhe qytetit. Sot përmbyllet me ndeshjen e vendit të tretë, ku ndeshjen 2 ekipet që humbën dijen në gjysmëfinalet dhe me finalen e madhe kundra Fakultetit të Shkencave Humane dhe Fakultetit të Ekonomisë. Jemi shumë i njohës për gjithë pjesëmarrjen, për gjithë shunat që po lozin në fushë dhe dua të bëj një falënderim për rektoren e Universitetit Ismail Qemali, gjithashtu dhe administratorin e Universitetit Ismail Qemali për suportin e këtij aktiviteti. Sporti është jetë, sporti është shëndet. Pikërisht me këtë moto u zhvillua për vitin e dytë kampionati i futbollit, ku morën pjesë 4 fakultete nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali. Aktiviteti do të kthehet tashmë në traditë dhe do të zhvillohet çdo vit për të shpërndar edhe në disiplinat të tjera sportive.